artefakte me përmasa historike ndërkombëtare. Ky gur është gjetur në kodën e quajtur Hisari i Madh në Slupçan. Ky gur paraqet një përmendore e cila shënon një moment dramatik të historisë botërore. Marcianus është një perandor i perandorisë romake lindore, i cili ka luajtur një rol të dyfisht, si atë të ndarjes së madhe fetare ndërmjet kishës katolike perëndimore dhe asaj ortodokse lindore, sidomos me Koncilin e Kalcedonos të vitit 451, që u bë nën organizimin e tij si perandor. Dhe e dyta është ajo se ky perandor ka pasur rol të jashtëzakonshëm në ndarjen politike dhe territoriale të kësaj perandorie të madhe në dy pjesë, dhe jo rastësisht kufiri midis dy perandorive ka kaluar në përtrojet Iliro-Dardane. Pikërisht në këtë gur shkruan: unë Marcianus njoh vetëm perandorinë romake të lindjes. Kjo tregon se Marciani e ka vendosur këtë gur personalisht dhe sipas gjitha gjasave para se të bëhet perandor, sepse këtu paraqitet lojaliteti i tij ndaj perandorëve romak lindor, Asparit dhe Theodosiusit, të dytë. Dhe kjo duhet të ketë ndodhur gjatë kohës kur ka shërbyer si komandant i ushtrisë perandorake gjatë luftrave që janë zhvilluar kundër hunëve. Rëndësia e jashtëzakonshme e kësaj përmendore qëndron në atë se kjo mund të derë dritë mbi dilemën se a ka qenë i lindur në Thraki apo në Iliri. Meqë këtë përmendore aq të rëndësishme e ka vendosur këtu, ka shumë gjasa që ky vend të kishte qenë vendlindja e tij, e që mund të vërtetoj se ka lindur në Iliri, gjithsesi në Dardani, e jo në Thraki. Duke pasur parasysh se në hartën e Ilirikumit është i shënuar Slupçani si vend strategjik dhe gjithë kjo ndërlidhet me Kalanët që gjendet në afërsitë të fshatit, ku ka ekzistuar vendbanimi antik si një kompleks me minierën dhe garnizonin ushtarak, nga se ushtria prej aty e ka mbrojtur kufirin perandorak. Ky artefakt padyshim paraqet një monument të një rëndësie të jashtëzakonshme me përmasa historike botërore dhe shpalos vlera marramendse historike dhe arkeologjike të periudhës së skizmës së madhe krishtere dhe ndarjes së madhe politike të perandorisë romake, e cila më vonë do të shndrohet në dy superfuqi botërore gjatë 10 shekujve të ashëm, deri te dalja e perandorisë osmane në skenën botërore. Siç shihet nga referencat historike, kjo zonë ka qenë e një rëndësie të veçantë për nga aspekti ngjarjeve që kanë ndodhur në këtë periudhë. Prandaj, ky artefakt, Slupçani si vendbanim antik, bashkë me tërë rajonin e implikon drejt për drejt në këtë ngjarje dramatike historike të mileniumit të parë. Ka shumë gjasa që perandori Marcianus të ketë lindur pikërisht këtu, ose ndërlidhet me atë se ky rajon ka qenë një zonë ushtarake strategjike e perandorisë romake lindore, sepse perandori Marcianus nuk do ta kishte ngritur këtë përmendore pikërisht në këtë vend, e atë në kulmin e karrierës së tij ushtarake.